Si mund ta kuptojmë që një i ri po kalon ankth? Pra, kush do jenë disa shenja të paktën që ne si persona të tretë apo të dytë ta kuptojmë që një ri po përjeton diçka të tillë? Ka disa aspekte, pra është aspekti fizik, është aspekti emocional, aspekti sjellor. Sigurisht, ne e shohim që një person djersitër, pra nuk ndihet mirë fizikisht dhe ne e shohim që po djersitet, pra ka disa shenja fizike të cilat janë të dukshme. Është aspekti kryesor. Aspekti emocional që është i brendshëm i tij që jo gjithmonë mund të duket, pra ka një vështirësi emocionale dhe sjellja është një nga elementet që ne shohim, që thotë që personi e kufizon veten ndaj diçkaje. Dhe pikërisht fakti që ne e nxisim dhe ai e kufizon veten, duhet na bëj të vëmendshëm që çfarë ka ky i ri i cili po kufizohet, nuk po ndërvepron apo po izolohet. Pra kjo është e rëndësishme për njerëzit që nuk e njohin nga afër këtë lloj çrregullimi. Pra çdo ndryshim i vogël emocional në mënyrën e të folurit, por edhe në sjellje, duhet na bëj të vëmendshëm për t'i dhënë një lloj ndihme apo një lloj mundësie për të kontaktuar një profesionist.